Takimi i radhës i Ramës sot në sheshin Çerçizi ishte një braktisje e madhe që Gjirokastra dhe Qarku i bën atij. Megjithëse kërkoi ta mbushi atë shesh me të prur me autobus, me fëmijë nga shkollat, ai shesh ishte në vosh dhe Rama ishte në vetminë e tij të madhe, i shoqëruar vetëm nga Lubia Kumbaro, e cila veç se largon njerëzit, veç se bën që njerëzit ta shikojnë me urrëtie, veç se bën realisht që ndjenja e protestës të fortohet fort ndaj asaj dhe ndaj atij të cilët e kanë shkatruar qarkun e Gjirokastrës. Rama sot realisht foli edhe përpara turistëve të huaj që ishin atje rastisht. Foli përpara norvegjezëve, suedezëve, hollandezëve që ishin atje, por përpara shqiptarëve jo, përpara gjirokastritëve jo, sepse ata sot i thanë Rama nuk të vim, nuk të dëgjojmë dhe e braktisën atë tërësisht. Por ndodhi edhe një fenomen tjetër. Sot Rama deklaroi apo sot u konfirmua sabotimi që i bën Rama votës e migrantëve. Ai u pranoi dështimin e plot të votimit të emigrantëve nga Greqia, një dështim i cili vjen si pasojë e sabotimit që ky regjim i bën votës e migrantëve për shkak të frikës së madhe që ka nga vota e migrantëve, sepse migrantët padyshim votojnë në shumicën ndërmuese për ndryshimin, votojnë për një Shqipëri demokratike, për një Shqipëri europiane, për një Shqipëri realisht të begat dhe të denjë për demokracinë me cilën ne aspirojmë. Rama sot deklaroi dhe tha atë që pritej. Tha pikrisht se sabotimi i tij, frika e tij ndaj emigrantëve bëri që ai të shkatërrojë votën e emigrantëve. Dhe vota e emigrantëve tashmë është e cënuar. Rama këtë e tha qartësisht sot edhe në sheshin Çerçizit, ku e pranoi pikrisht këtë gjë. Sabotimin që ky regjim i bëri votës e emigrantëve duke krijuar 1001 artifica dhe element të ndryshëm për të bërë që emigrantët mos të votojnë. Këtu e kishte fjalën kryesisht për emigrantët nga Greqia, të cilët unë i përshëndes si një forcë demokratike dhe i ftoj të vinë të votojnë. I ftoj të bëjnë ç'është e mundës që të votojnë, sepse vota e tyre është vota për ndryshimin, për Shqipërinë e re.